Многу е веројатно дека тројца кандидати албанци ќе се надпреваруваат на овие локални избори за Кичево. Билалка Сами од коалицијата Вреди објави дека ќе има кандидат, но не прецизираше кој ќе биде тој. Janë opsion disa kandidat, por ajo që është me rëndësi të potencojmë që ne si Vlen do të shohim të përzgjedhim kandidatët më të mirë, këtu edhe në konsultim me qytetarët, edhe me strukturat e gjithë partive politike, me sektorin civil, intelektual dhe faktor të rëndësishëm tjerë të shoqërisë, por njëherësh për disa nga komunat mund të shkojmë edhe me anket apo të konsultojmë edhe agjencionet të cilat masin opinionin publik për të parë se cili nga kandidatët potencial do të ishte më i mirë dhe më i pranueshëm për qytetarët. Оној кој веќе ја формализираше својата кандидатура за Кичево е Шкодра Налили како независен кандидат. Тој апелираше партиите овој пат да го отворат патот за младите. Besoj se është e flishme edhe për atë që të bëjë një rotacion politik, të hapi krau në rinis, të motivoj rinin, të mbështesi rinin, është koha si rinia që e ka mbështetur atë në çdo cikël zgjedhor, në çdo ëndër të tij ose vendim se ku do të jetë dhe ku do të udhëheqë, rinia e ka përkrahur pas një kusht, është momenti që tash t'i jepet hapësira kohës, hapësirë t'i jepet të rinisë, që me të vërtet ta tregojmë edhe ne atë çka dim dhe sa mundemi të ndërtojmë për. Со овој кандидат за Кичево, кој е нејзино упориште, најверојатно ќе биде и Дуј, но се уште не се знае кој. Актуелниот градоначалник од редовите на интегративците Фатмир Дехари е подготвен за 4ти мандат, но чека партијата да го каже последниот збор. На терен тој веќе започна средба со иселениците. Jo nuk ka akoma kandidat BDI-ja. Okej. BDI-ja gjithmonë kandidatët I ka bërë mbi bazë të parimit të sondazheve dhe hulumtimeve nuk e keni njet mu kandidu, a e keni njet kandidatët që mbështeten më shumë nga qytetarët. A e keni njet? A se keni njet mu kandidu? Ju, personalisht, ju që ka thojnë sondazhet, ju, që dërë me pas dhe vullnetin edhe dëshiren, kandidatura ime varet nga sondazhet, e vullneti sondazhe shumicë e qytetarët, po është e prerë nëse qytetarët mbështesin në kandidimin e radhës të zgjedhjeve të vitit të muajit tetor të këtij viti, atëherë Fatmiri do qëndrojë në balë. Партиите од условно речено македонскиот блок се уште не излегоа со став за кандидатите. Се очекува во периодот што следува ВМРО, ДПМН и СДСМ да излезат со своји кандидати.